Pra, le të fillojmë pomën. Si funksionon? Cila është struktura e kësaj jete? Para se gjithasht, duhet të bëj një parakusht. Ne ju japim një udhëzues se çfarë duhet të jetë. Por nëse atë ditë në grupin tënd vinë 5 persona të rinj, 10 persona të rinj, në emër të Jezusit, sepse do të rritemi në të gjitha kishat tona, është e qartë që ky udhëzues që ju japim, udhëheqësi i grupit mund ta ndryshojë plotësisht sipas nevojës. Sigurisht, nëse nuk ka ndonjë nevojë të veçantë, më shumë a më pak, udhëzuesi dhe struktura e grupit është kjo. Vapo? Por nëse, si që tham, vinë persona të rinj ose përkundrazi, prej shumë kohësh jeni aty vetëm 4 veta, nuk po rriteni, askush nuk sjell askënd, sepse qëllimi i grupit është gjithashtu të jetë vendi ku ne do të sjellim njerëz të rinj. Në teori, para se t'i çojmë në kish ose në një mbrëmje të veçantë, ideale do t'ishte e t'i sillnim në grupin live, ku është më intime, ku mund ta njohim personin, ta lidhim më një herë, t'i flasim. Pra, nëse udhëheqësi i grupit shef dhe thot, jo, nuk po rritemi fare, ai mund të ndryshoj edhe strukturën dhe në atë moment të krijoj së bashku me përgjegjësin e ungjillëzimit disa evente. Për shembull, një vit unë dash këtë ide. Të gjithë ftojnë shokun më të mirë. Mirë apo keq, të gjithë ka një person që i thot, hajde, s'mund të mos vish, është një mbledhje për të gjithë shokët më të mirë. Ose mund të bësh një mbledhje për të gjitha nënat. I ftojmë të gjitha nënat, të gjitha gjyshet, të gjithë mësuesit. Mund të lindin momente të ndryshme, kështu që udhëheqësi i jetës është shumë fleksibul dhe do të jetë në duart e tij se cilën rrugë do të ndjeki. Por në thelb ekziston kjo struktur. Para se gjithash, duhet ju tregoj pak për darkën. Pse? Sepse ne besojmë vërtet se ky moment shoqëror është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Pra, le të themi se jeta jon fillon. Para se të filloj, do të jetë përgjegjësi ndërmjetësimit. Më vonë, do t'ju flas për rolet brenda jetës, që është përgjegjësi ndërmjetësimit dhe ungjillizimit, i cili do të vi pak më herët në marrëveshje me mikpritësit e shtëpisë, dhe do të thotë, mund të vijmë 15 minuta më herët? Do të thotë që shtëpia është tashmë e rregulluar mirë, e parfumuar, me drita të ndezur, gjithçka në rregull. Pra, si ti ishe duke pritur dikë për një festë të madhe. Dhe përgjegjësi ndërmjetësimit mund t'i ftoj njerëzit një javë më parë. Shiko, kush ka dëshirë të vi më herët? Kush ndoshta nga puna mund të vi më herët dhe dëshiron të bëj një lutje me ne, mund ta bëj. E janë një mahirëks. Do të ishte gjithashtu bukur që udhëheqësi i live-it të vendoste një lutje edhe gjatë javës, sepse live-i nuk duhet të jetë vetëm ditën e live-it, të martën, të mërkurën, të shtunën, kurdo që të jetë. Por udhëheqësi i live-it duhet të krijojë edhe momente të tjera. Por ne jemi të zënë, jetojmë në një qytet të madh, si për shembull Milano. Në rregull, mund të vini të dielën pak më herët për të ngrënë mëngjes të gjithë së bashku. Nëse jenë në një live music, në rregull, dalim të gjithë bashkë të ham një picë. Jo të gjithë bashkë, por do një herë në muaj. Pra nuk duhet të jetë gjithmonë vetëm live-i ynë. Shkojmë në shtëpi të shohim i fin. Të kujtojmë që live-i është një grup njerëzish që duan Zotin, që janë të trajnuar nga Zoti, por në të njëjtën kohë edhe argëtohen. Sepse ju çfarë mendoni? Që Jezusi nuk kalon ti kohë? Ne jetojmë Jezusin. Disa më kanë pyetur, po kur bënte Jezusi dishepullimin? Bënte 3 ditë udhtim, 2 ditë udhtim. Aty ndërsa ecëm, herë merr njërin, herë merr tjetrin. Bibla nuk e thot këtë, por ata hanin me Jezusin. Shihnin kur Jezusi shkonte në banjë, kur tërhiqej. Pra, pjesa shoqërore, familja, sepse kisha është një familje që do Zotin, një familje që bën dishepuj. Kjo është e rëndësishme që ne ta kuptojmë. Kështu që shumë vite më parë bënim këtë gjë. Hanim diçka pas, 2 patatina, një lëng, por ne kemi vënë re 2 gjëra. Së pari që njerëzit vinë praktikisht në oraret që kemi të pakta në Itali, ndoshta në vende të tjera ke një orare të ndryshme. Njerëzit vinë direkt nga puna ose nga universiteti, direkt me live, dhe vinë të uritur, dhe ishin aty që bënin live dhe mezi pristin të hanin. Prandaj menduam, ta bëjmë përpara. Problemi tjetër që ndoste ishte se të gjithë trokisnin të dera sepse ishin me vonesë, secili kishte orarin e vet. Kështu që ne fillonim të luteshim, fillonim të bënim diçka dhe kështu u thash, duhet të gjejmë një zgjidhje. Zgjidhja është që në vend që ta ham pas, gjë që është edhe dëmshme, se tretja është shumë e keqe kur ha shumë vonë, të ham në fillim. Pra, njerëzit vinë, atëherë kemi thënë që hosti përgati gjithë shtëpinë shumë bukur, ndërmjetësimi është aty, njerëzit luten dhe të tjerët vinë. Do të ketë një person që është përgjegjës për mirëpritjen. Ky person është ai që kujdeset të vi pak më herët. Mund të jetë edhe të përkojë me hostin, që mund të thotë, "Shiko, un jam tashmë në shtëpinë time. E bëj unë përgjegjësin e mirëpritjes." Mund të ndodhë, e rëndësishme është që të ketë dikë që e bën sta.
Është personi që do të pusi qesh, që do të uroj mirëseardhjen. Personi që do të vërej edhe nëse ka dikë të ri, sepse ndoshta kam sjell një person të ri, por nuk duhet jem gjithmonë unë aty të kujdesem për mikun tim. Duhet që edhe ai të përfshihet me të tjerët. Pra, përgjegjësi i mirëseardhjes bën këtë. Uron mirëseardhjen, përpiqet të ketë një kontakt me personin që është i ri për herë të parë, edhe nëse nuk e ka sjell drejt për drejt ai atë person. Personi, përgjegjësi i mirëseardhjes, është gjithashtu ai që merret me atë që do të sjellë ushqimin. Kjo mund të bëhet në dy mënyra, varet nga grupi i live, ose të gjithë sjellin diçka, siç kemi vendosur në grupin tim të live-it, ku të gjithë sjellin gjithmonë diçka, dhe kështu nuk ka një radhë të caktuar, sepse janë më të mëdhenj, kanë më shumë ekonomi. Ndërsa ajo që mund të bëhet është që përgjegjësi i mirëseardhjes ndan dhe thot, "Ok, 2 ose 3 persona do të sjellin për të ngrënë, dhe ne do të kemi një darkë të vërtetë." Nuk është se darka e vërtet duhet të jetë diçka shumë e shtrenjtë, mund të jetë edhe, nuk e di, makarona ose biskota galeti, gjithsesi diçka që hahet bashk. Është një moment shoqëror. Ara se të bënim këtë, ne kishim edhe diçka që quhej thyerja e akullit, dhe i takon liderit nëse do ta bëj këtë. Që ishin disa lojra të vogla. Për shembull, një lojë shumë e këndshme që bënim ishte që i jepnim një çokoladë dhe një çamçakës, dhe secili hidhte ose çamçaksin ose çokoladën te njerëzit, dhe personat duhet të tregonin diçka shumë të ëmbël nga jeta e tyre, ose diçka që donin ta fshinin. Edhe kjo për të thyer akullin mund të jetë e këndshme, por ju siguroj që nuk ka as nevojë të arrimte thyerja e akullit nëse ne ham dark bashk, sepse jemi në Itali ose gjithsesi në vendet latine, dhe darka, ushqimi, siç na mëson edhe Bibla, e thyen akullin vet. Pra, personi që mirëpret nuk duhet të jetë gjithmonë ai që sjell ushqimin, por është ai që organizon se kush do të sjell ushqimin herën tjetër, dhe kush do të sjell edhe enët, gotat, gjithçka tjetër do t'jo këtja. Pra, unë ja përgjegjësi të mirëseardhjes, absolutisht mirëseardhjen, përgatis edhe darkën, dhe përgjegjësi i mirëseardhjes është gjithashtu personi që do të marrë një mesazh nga personi që merret me komunikimin, duke i thënë, shiko, nesër është ditëlindja e Marias, dhe atëherë do të organizohet me live për të sjellë një tortë të vogël, ose edhe një qyri të vogël mbi një ëmbëlsirë që do të jetë tashmë aty. Në rregull, pra darka është para dhe ëmbëlsira në fund të live, sepse nëse do të ketë edhe një ditëlindje, do të jetë pikërisht kur të kemi mbaruar live që do të këndojmë këngën e urimit me një ëmbëlsirë. Dhe nëse ka një ditëlindje, bëhet aty, dhe nëse nuk ka, hahet ëmbëlsira që të kemi atë përshëndetjen e fundit. Atëherë, duke përmbledhur, kemi mbërritur, kemi përgatitur shtëpinë, hosti e ka përgatitur, pra hosti është një figurë që është brenda live-it, ndërmjetësi ka ardhur vetë me disa persona për të lutur. Welcome i vjen më herët dhe ka dartë. Pra, kemi këtë darkë. Pastaj, nëse e përgjegjësi do të doj të bëj një lojë për të thyer akullin, do ta bëj. Dhe pastaj, çeka. Kjo është struktura. Udhëzuesi kryesar. Do të ketë momentin e adhurimit dhe pra përgjegjësinë e worshipit. Atëre, përgjegjësi nuk duhet të jetë gjithmonë personi që e bën atë, por duhet të jetë ose ai, përgjegjësi i worshipit, ose ajo, ose të delegoj. Pra, unë jam përgjegjësi i worshipit, dhe unë ja delegoj Gjio që të bëj worship atë ditë, sepse të kujtojmë që live-at janë edhe një vend trajnimi, kështu që unë stërvis dikë tjetër që të di të bëj edhe worship. Por unë kam përgjegjësim, dhe cila është përgjegjësia ime? Të zgjedh një ose dy këngë, ndoshta një pak më shumë lëvdat, një tjetër pak më shumë adhurim, ti dërgoj edhe në chat fjalët e këtyre këngëve, sepse nëse vjen miku i miri, ne të gjithë do të jemi aty. Aleluja. Duke adhuruar Zotin, por miku i miri nuk di të adhuroj dhe as të këndoj, do të jetë mes që të hapur duke na parë të gjithëve. Prandaj nëse kam një mik të ri, ja jap telefonin me fjalët e këngës. Nëse nuk di të adhuroj dhe nuk di të lutet, të paktën do të lexoj fjalët e muzikës dhe nuk do të jetë aty duke parë të gjithë të tjerët që rrinë me sytë mbyllur e të tjera fikto. Prandaj unë organizohem që të di çfarë muzike do të vendos dhe organizohem edhe për një muzikë paksa ambientale. Një muzikë që edhe nëse do të ketë një moment adhurimi në fund, do të vendos këtë muzikë me fjalë shumë të buta ose edhe pa fjalë fare. Është gjithashtu përgjegjësi i worshipit që të sigurohet që ka një amplifikator, pra një altoparlant për ta amplifikuar, pra muzikën. Në përgjithësi nuk u rekomandoj njerëzve ta bëjnë këtë me kitar, edhe nëse keni një kitar, edhe nëse ka dikë që luan. Se? Nëse shkojnë në një vend ku ka muzikë live, atëherë ka shumë fishim. Shkojnë në një vend ku ka muzikë mekanike, do të filloj të bëj krahasime. Në timin ishte kështu, sepse është e qartë se muzika live është më e mirë. Prandaj, për të standardizuar, ne i bëjmë të gjitha me muzikë mekanike.
Online gjejmë shumë gjëra, madje edhe shumë tinguj që ju këshilloj t'i merrni aty sepse ka shumë në italisht, por përgjegjësia e dhurimit duhet t'i njoh dhe do të mund të shohë atë që dëshiron. Kështu që do të bëjmë këto 5 deri në 10 minuta adhurimi. Të kujtojmë që funksioni tjetër është life leaderi. Life leaderi është personi që organizon gjithçka që ndodh në live. Është life leaderi ai që do të zgjedh kush do të merret me çfarë. Pra do të zgjedh të gjitha rolet që do të jenë brenda. Është gjithashtu life leaderi ai që delegon moderatorin. Pra do të jetë Ana ajo që do të sjellë fjalën dhe pas pak do t'ju shpjegoj si është. Pra, life leaderi vendos rolet në fillim të vitit, kështu që do të fillojmë sërish me life-in. Unë jam life leaderi, vendos në marrëveshje edhe me paksa aftësit. E di tashmë që në life-in tim ka dikë që është pjesë e sounds, atëherë i them asaj personi të merret me këtë. Ose një person që këndon, e di që atij i pëlqen pak më shumë të lutet. Pra, life leaderi duhet të ketë syrin për të kuptuar pak se këtë vendos ku. Dhe këtë rol do ta mbaj deri në shumëzimin e grupit. Do ta bëj këtë gjë gjithmonë. Sigurisht, mbaj mend që edhe nëse unë kam rolin e bujaris, pra të bëj ofertat brenda live grupit, nuk duhet ta bëj gjithmonë unë, po thjesht duhet të organizoj që të ndodh. Dhe mundem e duhet t'ua delegoj të tjerëve, që të gjithë të marrin pjesë dhe as unë të mos mërsitem, sepse edhe pse jam lideri i worshipit, ndoshta sot bëj ofertat, nesër bëj diçka tjetër që dikush ma ka deleguar, kështu që të gjithë janë në lëvizje, por unë jam përgjegjësi. Mbaje mend fjalën përgjegjës. Përgjegjësia e lavdërimit dhe e përgjegjësve të lavdërimit. Përgjegjësia e ndërmjetësimit dhe ungjillëzimit është e përgjegjësve të ndërmjetësimit dhe të ungjillëzimit. Atëherë, ne kemi bërë kohën tonë të adhurimit. Pas kohës së adhurimit vjen koha e fjalës. Nuk është një predikim, nuk është të përsëritesh predikimin as të sashtunës, as të së dielës, por do t'u jepet të gjithëve me një herë pas. Pra nëse kemi pasur një predikim të shtunën për të rinjt ose më shumë të dielën, do të ketë dikë që do të marrë shënimet kryesore dhe ditën tjetër, të hënën ose të martën, shënimet tashmë mbërim. Unë nuk duhet ta lexoj dhe ta përsëris. Është një ide. Pra, do të jetë udhëheqësi i grupit që zgjedh një moderator, i cili mund të jetë kushdo nga të pranishmit. Ky moderator është personi që do të drejtojë këtë moment. Ai nuk do të bëj sërish studimin biblik, por do të thotë për shembull: shikoni, të dielëm kemi folur për shenjtë të rinë dhe pikat që pastori Roslin ka prekur janë pika 1, 2, 3 dhe 4. Kush prej jush ka përjetuar ndonjëherë diçka të tillë? Në atë moment, moderatori duhet t'i ndihmojë njerëzit të flasin. Nuk keni nevojë të filmoni ose të bëni një studim biblik. A mund të ndani përvojën tuaj? Dëgjoni, e kam përjetuar këtë. Është e vështirë për mua. Duhet të rrëfej se vuaj nga kjo në shenjtërimin tim. E të gjithë do të flasin. Kështu që moderatori i mësuar nga udhëheqësi i jetës do duhet të thotë: në rregull, fol ti Matia, fol ti Giovanni, fol ti tani. Dhe ne do ta bëjmë këtë. Ky është momenti kur flasim bashk. Është një moment që zgjat 15-20 minuta. Po se kur të ketë dikush që flet shumë. Moderatori është aty. Vet fjala thotë që duhet të thuash: shiko, ma trego këtë më vonë. Po unë kam disa dyshime, është një person polemik. Shiko, do të më pyesësh në fund, tani ne po flasim. Në fund do të përgjigjem dhe ndërpritet dhe thuaj personit: në rregull, s'ka problem. Nuk do t'jesh kurrë i sjellshëm. Të rregull, ke folu tashmë, le të flas dikush tjetër. Nëse moderatori është ende duke mësuar, nuk është në gjendje, aty ndërhyn life leaderi dhe merr fjalën në dorë nëse sheh që personi është në vështirësi, sepse të kujtojmë që është një vend trajnimi. Roli tjetër që ekziston brenda life është ai që ne e quajmë Timoteo ose lider i informacionit. Unë do t'ju shpjegoj këtë në mësimin e ardhshëm, por unë do ta zgjedh këtë person, liderin e informacionit ose Timoteon, pikërisht që në fillim. Nëse është një grup shumë i ri dhe nuk i njoh njerëzit, edhe nëse nuk zgjedh që në fillim, i mbaj syt hapur që në fillimi. Sepse që kur fillon grupi, duhet të filloj të mendoj se do të formoj dikë dhe t'i them kësaj personi që në fillim dua të formoj për këtë. Atëherë do të zgjedh në një mënyrë më, le të themi me më shumë qëndrueshmëri. Ajo person që po e formoj për të qenë moderatori. Dhe me më shumë qëndrueshmëri ndonjëherë nuk do të bëj asgjë unë si drejtuesi i grupit, sepse drejtuesi i grupit nuk është gjë tjetër veç se një trajner i madh që bën që personi që po formoj të mund të menaxhojë gjithë strukturën e këtij grupi. Pasi të kemi mbaruar fjalën, ka një moment lutjeje. Lutja bëhet mbi fjalën që kemi thënë. Pra, kemi parë duke folur që problemi i gjithëve është se janë gjithmonë të tunduar,
kemi folur për shenjë të rinj. Atëherë lutemi që të mos bien në tundim. Por nuk është i detyrueshme që lutja të jetë mbi temën. Unë mund të delegoj gjithashtu. Mund të them ti, Pinco Paolo, do të jesh moderatori dhe ti, Giovanni, do të bësh lutjen. Giovanni do të lutet gjatë gjithë javës për të kuptuar drejtimin e lutjes. Mund të jetë mbi atë që është thënë të dielën, por mund të jetë edhe një lutje shërimi që s'ka lidhje fare. Mund të jetë një moment profetik. Zoti më ka thënë të bëj profetik, që s'ka lidhje fare me 15-20 minutat ku ne kemi folur. Kur të kemi mbaruar gjithë këtë pjesë shpirtërore, do të vinë njoftimet. Kush i më njoftime? Përgjegjësi i komunikimit, që është personi që ka përgjegjësinë të përcjellë të gjitha njoftimet e thëna ose të shtunën për juz ose të dielën, ose nëse përkojnë të gjitha ngjarjet që kemi, ngjarjet e reja të live, madje edhe gjëra të tjera. Live-i ynë takohet për të ngrënë mëngjes bashkë. Do të jetë përgjegjësi i komunikimit, ai që do ta ndaj këtë gjë, sepse është marrë vesh paraprakisht me drejtuesin e live-it dhe kështu do të thotë të gjitha njoftimet që ka do të kujtojë njerëzve. Shikoni ka konferencë, regjistrohuni, mos u regjistroni. Nëse dikush ka ndonjë problem, të flas me drejtuesin e live-it që mund t'ju ndihmojë. Nëse dikush ka problemeve ekonomike për një tërheqje e tjerë, drejtuesi i live-it do t'ja kalojë përgjegjësit të bujarisë, që është personi që merret me ofertat, me idenë që të bëhet një mbledhje ndihmash pa përmendur emra për të ndihmuar. Në kishën tonë është kështu. Së pari, ekipi i jetës përpiqet të ndihmojë. Nëse ekipi i jetës nuk mund të ndihmojë, kalojmë në zonën sociale të kishës, e cila do të ndihmojë. Në rregull, pra ne keni këtë përgjegjës për komunikimin, i cili është gjithashtu personi që do të përditësojë inteligjencën tonë artificiale, që quhet Ana, dhe do të thotë ka shumë njerëz, do t'i dërgojë një mesazh në WhatsApp Anës, ishin këto persona, këta mungonin, kishte fëmijë, nuk kishte fëmijë, dhe pra kjo është përgjegjësia e tij asaj. Nëse sot nuk mund të vi në live, duke qenë se jam një person përgjegjës, unë marr në telefon dikën nga live dhe i them, ti do jesh aty apo jo? Mund të bësh pjesën time, pra të japësh këto njoftime, ose t'ja kalosh Anës të dhënat. Ja numri. Nëse ti nuk mundesh dhe ke një rol, do t'ja kalosh dhe do t'i kërkosh dikujt tjetër. Nuk duhet të jetë life leaderi që ta bëj këtë, por je ti që je përgjegjësi, dhe nëse nuk mund të jesh, do t'ja kalosh dikujt që mund të jetë. Pas njoftimeve, ne përfundojmë me momentin e bujarisë, ku do të ketë ofertat që do të shpjegohen në pjesën tjetër. Në studimin e ardhshëm do të shpjegohet si bëhen aka. Por personi që merret me bujarin është ai që kujdeset të sjellë një zarf, të tregojë cili është llogaria, QR kodi që duhet të bësh ofertat sepse mund t'i bësh online, dhe gjithashtu të tregojë cili është projekti, sepse ofertat e live-it, ndryshe nga ato të kishës, që shkojnë për mirëmbajtjen e vet kishës, për të paguar njerëzit, për të ndihmuar zonën sociale dhe shumë gjëra të tjera, në live janë specifike. Për shembull, një kishë e vogël për të blerë një kitar, në kishën tonë në Milano për riovimin e katit të koshën. Shumë nuk e din, por ne kemi rinovuar pjesën më të madhe të kishës me oferta që janë bërë shtesë në live. Nuk ka askush nuk është i detyruar, por është përgjegjësi ai që duhet të organizohet që të ketë oferta, nuk duhet të harroj dhe duhet edhe të shpjegoj. Nuk është e thënë që ta gojë ai apo ajo vet, mund t'ja delegoj dikujt tjetër, por e rëndësishme është që të ndodh. Okej, e kemi mbaruar live-in? Ka ëmbëlsirë, ka ditë lindje nëse ka ditë lindje, por të kujtojmë, edhe pse ka një strukturë, udhëheqësi i live-it, siç u thash më parë, mund ta thyej këtë strukturë në çdo moment. Çfarë them? Kemi filluar të bëjmë lavdërime. Shpirti i shenjtë është lëvizur në një mënyrë të çmendur. Udhëheqësi i live-it shikon dhe thotë, "Ani, vazhdojmë kështu dhe ndoshta gjithçka do të jetë profetike." Dhe të kujtojmë gjithashtu që momenti më i rëndësishëm është momenti i lutjes, ku njerëzit do të mësojnë të lëvizin në shpirtin e shenjtë, do të mësojnë të dëgjojnë zërin e Zotit për njëri tjetrin, do të mësojnë të luten për shërim. Mos harroni se edhe pse e gjithë kjo strukturë është e bukur, momenti më i rëndësishëm është i çoni njerëzit të lëvizin në shpirt. Momentet e rëndësishme janë të mësosh të sjellësh fjalën e Zotit, të moderosh, por mbi të gjitha të mësosh të lëvizësh në shpirt. Lajfat që lëvizin më shumë në shpirt do të bëjnë që njerëzit të thonë, "Wow, Zoti më foli, dua të kthehem aty." Rikujtoj vetëm rolet që ti mbani mend. Edhe pse do t'ju jepet bashkë me këtë studim edhe disa slide, një manual me gjithçka që po ju themi në një mënyrë më të përmbledhur. Por rolet janë hosti, personi që hap shtëpinë, life leaderi, personi që udhëheq gjithçka, Timoteu ose lideri në formim, që mund të jetë 1, 2 apo edhe 3 persona të zgjedhur nga life leaderi.
Mbani mend që përgjegjësit e ndërmjetësimit janë gjithashtu përgjegjësës për ungjillizimin. Do të lidhet me përgjegjësit e kishës për ungjillizimin, për të bërë ungjillizim shtesë jashtë lajfit ose brenda vet lajfit. Personi tjetër është përgjegjësi i komunikimit, siç ju shpjegova, personi i njoftimeve dhe ai që komunikon me inteligjencën artificiale. Kemi përgjegjësinë e bujarisë, që është personi që merret pikërisht me ofertat e ndryshme. Dhe kemi gjithashtu personin që bën mirëseardhjen, që është ai që kujdeset për atë që do të sjellë ushqimin, personi që jep mirëseardhjen dhe merret gjithashtu me të gjitha ditëlindjet që do të ketë. Do të jetë e mrekullueshme. Ky është një vit tranzicioni, ku ne do t'u bëjmë të qartë njerëzve sa e rëndësishme është që ata të mund të bëjnë dishepuj brenda lajfit të tyre. Gjëja e fundit, mos haro, është lideri i lajfit që do të zgjedhë se kush do të mentorojë kë. Pra, personi ka ardhur për herë të parë, si ta sjellë. Zgjedh gjithashtu në përputhje me afinitetet. Shikoj që ka një sipërmarrës, edhe ai tjetri është sipërmarrës, bëj në mënyrë që ai sipërmarrësi që është aty prej më shumë kohësh të kujdeset për tjetrin. Sepse nëse gjen afinitete, është më mirë. Të dy luajnë tenis, shiko, po të prezantoj me këtë person, ose ndoshta jetojnë afër. E rëndësishme është që ne të përpiqemi të krijojmë life leaders, mentor dhe dishepuj, edhe me diçka të përbashkët, nëse është e mundur. Do të jetë fantastike. Mbani mend, është një nder të shërbesh Perëndis dhe është një nder të jesh i thirrur prej tij për të kujdesur për njerëzit.